Me mjaft dobi, ka qenë edhe fakti që në mënyrë mjaft të vendosur po luftojmë kundër të gjitha shanseve kur vjen fjala për sundimin e ligjit, për barazinë përpara ligjit me reformën tonë në drejtësi. Është shumë e dhimbshme për herë të parë në historinë tonë të shtetit, që është prej 1912-s, kur pallëm pavarësinë. Po shohim njerëz të fuqishëm të lidhur me pushtetjen politik që janë në qeveria në opozit që japin llogari përpara gjyqtarëve e prokurorëve të pavarur. Sigurisht nuk mund t'ja u fsheh që në pikpamjen njerëzore nuk është gjëja më e mirë të shohësh njerëz të cilët i njeh prej një kohe të gjatë që qohen përpara drejtësisë për t'u përgjigjur për gjëra të ndryshme. Dhe duke qenë se janë të pafajshëm derisa të provohen fajtor, këto janë procese që kërkojnë kohën e tyre. Por ajo çfarë është krejt e re në Shqipëri dhe që është mjaft revolucionare, do të thoja, jo vetëm në Shqipëri, është që nga njëra anë kemi pastruar masivisht procesin e drejtësisë përmes një procesi verifikimi dhe nga ana tjetër praktikisht ja kemi kaluar shpatën e ndëshkimit nga pushteti ekzekutiv te pushteti gjyqësor dhe nuk ka qenë kështu vetëm pak vite më parë. Dhe natyrisht që kjo po ndihmon shumë, s'ka pak dyshim se që po ndihmon edhe fakti që ne po rritemi në mënyrë qëndrueshme kur erdhëm në PBB-ja jon ishte më pak se 10 miliardë euro. Vitin e kaluar patëm të paktën 25 miliardë euro, 2.5 herë më shumë. E njëjta gjë vlen për të ardhurat për frym, që janë rritur 3 herë më shumë. Dhe turizmi, ju e dini, se ne dhe është një gjë që e dua kaq shumë që nuk na duhet që ta tregojmë Shqipërinë si destinacion turistik, sepse të gjithë e din ke kemi nisur me më pak se 1 milion turistë, tashmë vitin e kaluar e kemi mbyllur me 12 milion. Kemi aeroportin me rritjen më të shpejtë në Europë dhe kemi aeroportin më të madh në rajon, kemi të kaluar Beogradin, i cili historikisht ka qenë aeroporti rajonal. E tashmë kemi dhe numrin më të madh të udhëtarëve në Tiranë. Kështu që këto janë gjëra mjaft të mira. Sigurisht nuk janë mjaftueshëm, prandaj na duhet që të ecim përpara. Këto nuk janë arritje të cilat duhen marrë si arsye për të ndënjur rehat, por i konsiderojmë natyrisht të arritje se një motivim shumë i fortë, si një provë që ne mund t'ja dalim dhe që mund të përmirësohemi gjithmonë e më shumë. Kështu që kjo është ajo çfarë po përpiqemi të bëjmë dhe ajo çfarë do të bëjmë.